vështirë ka qenë betejë jonë me narkoshtetin, por përsëri hapat janë të mëdha. Vetëm 2 javë më parë, në rezolutën e votuar dhe në dokumentat e Partisë Popullore Europiane, u damkos narko-euro shqiptare. Kjo monedhë e baronëve të drogës dhe qeveritarëve të drogës, që po shkatron më shumë se gjithë shka tjetër ekonominë shqiptare. Ju rikujtoj këtu se vetëm pak vite më parë, ne zinim një ndër vendet të rëndësishme fare në Europë dhe në botë në industrinë e këpucëve dhe në disa industri të tjera. Ato janë shuar, sepse padrinoja, në rast se u kujtohet, doli me tezën se ato janë industri të botës tretë, pa çka se made in Germany, made in USA, made in UK, shef këpuc të gjitha llojeve. Dhe ato si pas ti që kanë botë e tretë. Pra, e vërteta është që gjithje më shumë, po nërgjegjësohet komuniteti ndërkombëtar për rrezikun e madh që përfaqëson narkoshteti dhe Edi Rama për sigurinë jo vetëm të Shqipërisë, por dhe të Europës. Miq, ne jemi një moment jashtëzakonisht rëndësishëm. Një protest 46 ditore vazhdon në bulevardin e Tiranës. Një protest tërësisht antidiktatoriale. Është detyrë e çdo demokrati, e çdo demokratje, ta mbështes atë me të gjithë mundësitë dhe potencialet që ka. Nuk ka bekim më të madh nga Zoti se sa të protestosh çdo ditë kundër kësaj narkodiktature. Dhe mos harroni, kauzat të cilat ne i kemi mbrojtur me vendosmërinë më të madhe. Ai që lufton për kauzën, ai për një kauzë të drejtë, ai nuk tërhiqet kur nga beteja për te. Ndaj dhe është kjo kauzë që e shtron atë në rrafshin politik dhe moral aleat kryesor të Partisë Demokratike. Në rast se aty siç jeni të vetëdijshëm të hidhen parulla, slogane kundër Partisë Demokratike, ato nuk janë dhe nuk do të jenë kur pengesë për asnjë demokrat që ta mbështesë protestën. Së pari, që nga lashësia gjerësot, në luftë dhe në betejë, armiku i armikut tim është miku im.